Një plantacion me moll dhe dredhza synon të bëhet pjesë e shkollës së agrobiznesit në kuadër të kolegjit universitar Univerzum. Nga kjo fush, përveç studentëve të këtij kolegji, përfitues do të jenë edhe bujqit e kulturave të IMTA, sepse synimi është që të krijohet edhe një pikë grumbullimi. Themeluesi i ekonomisë shkollore Agroshkolla, Armend Berisha, thot se përveç që studentët përfitojnë përvojat të praktikës, ata mund të përfitojnë edhe duke paguar studimet nga puna që bëjnë në këtë plantacion. Gjithashtu premton edhe gjenerim të vendeve të reja të punës për banorët e komunës së Vitis. Kjo është faktikisht edhe ide, do të studentët mund të punojnë duke bërë praktikën, duke parë nga afër se si do të funksionon tregu dhe si do të gjejnë vetë, si do të gjejnë ata ekonominë në të ardhmen, do të thonë do të kenë mundësinë edhe të normalisht të paguajnë studimet në këtë formë. Kjo është një ide shumë e mirë, është shumë e mirë së ardhëm për sidomos për bujqit e kësaj zone, për shkak që bujqit nuk mund të mirën dhe ndoshta nuk e kanë specialitet edhe shitjen e produkteve, mi po ta dinë më së miri të bëjnë ndoshta mbjelljen e tyre. Për këtë kjo do të thotë që bujqve do të hiqet një barrë e madhe ajo e shitjes së produkteve. Do të thotë bujqit 100% të energjisë mund të fokusohen vetëm në kultivimin e pemëve dhe të frutave të ndryshme, mirë, po mund të mos mirën edhe me shitjen. Kryetari i Vitis, Sokol Haliti, i premtoi këtij biznesi se përveç mbështetjes nga drejtoria e arsimit, ai do të kujdeset që edhe drejtoria e bujqësisë të jap kontributin e vet. Ndërkaq, ai vlerëson se Vitis po i kthehet nami i dikurshëm për punën në bujqësi. Vitinja në herë u cilësu si amborja në Morovës për prodhimtari bujqësore, për shkak se ka pas tukën, hidroekonomi në ujin, edhe ka pas traditën bujqësore, ka pas fermer me traditë. Prandaj kjo traditë po rikthehet. Kjo që më ka gëzuar më shumë të se neve na vyn fushat provuese, na vyn aspektet konkretizuese, na vyn që mos prodhojmë inxhinier edhe ekspert vetëm formal juridik, por të përgatitur edhe reale praktikisht. Prandaj neve na vyn agroshkolla, na vyn gostër edhe ferma që ndihmojnë këtë aspekt. Kurse kreu i Aleancës Kosovare të Biznesit kërkoi nga institucionet të mbrohen prodhimet vendore. Pakënaqësitë e qytetarëve tonë u pan në fund vitit kaluar dhe në fillim këtij viti ku 100.000 qytetarë na ikën. Dhe këto pakënaqësi e kuptuan këtë bota se në Kosovë më të vërtet iniciativat biznesore nuk mbështeten. Është moment që institucionet e shtetit të Kosovës ti kuptojnë drejt këto iniciativa, ti mbështesin këto iniciativa, pavarësisht biznesit nga Vitia, apo nga Mitrovica, apo nga Prizreni. Në plantacionin e kësaj shkolle, e që shtrihet në 4.5 hektar, kryesisht ka të mbjellur moll dhe dredhës, por edhe kultura të ndryshme. Pronarët e këtij biznesi premtojnë që përveç plantacionit, pikës grumbulluese, ata do të merren edhe me përpunimin e frutave, që garantojnë gjenerim të 10 vende pune.